Hajdutët u futën në dyqanin e tij. Lidhën të bien, morën gruan e tij e rrahën, i vendosën thikën në fyt që ai të tregonte se ku i kishte parat, dhe burri u detyrua që të tregonte se ku ishin parat, sepse kishte ndodhur edhe herë të tjera, madje herë të tjera i kishin rrahur gruan e rrahën dhe atë. Pastaj hajdutët morën çfarë u desh qejfi dhe ikën, por teksa ata iknin, ai qëlloi me pistolet dhe vrau 2 prej tyre. Por tani e kanë dënuar me 15 vjet burg. Sipas jush, është e drejt apo jo? Dhe unë dua t'ju pyes juve, në qoftë se do të ndodhte një gjë e tillë juve, të rrihni babain tuaj, nënën tuaj, motrën, vllajin, fëmijët tuaj, apo vllajin, apo ku ta di unë, apo gruan, apo burrin tuaj, ju çfarë do të bënit? Unë e di përgjigjen e shqiptarëve. Do t'i digjnin të gjallë me gjithë familje. Është e vërtet apo jo? Kjo është historia ose ngjarja më e çuditshme që ka ndodhur këtu në Itali, ka ndodhur shumë ngjarje të ngjashme si kjo kohët e fundit dhe unë doja që ta diskutoja me ju. Nëse mendoni që nuk ju përket, unë do t'ju them disa fakte shumë të rëndësishme që ja vlen për t'i diskutuar së bashku. Ndaj dëgjojeni me kujdes dhe do të dëshiroj një komentin tuaj në fund. Si gjithmonë, kush është rastisht, nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që jemi sërish. Dhe faleminderit që jemi për bashkë qipe. Faleminderit. Atëre, ngjarja ka ndodhur në Cuneo para disa viteve, në vitin 2021, më 28 prill të vitit 2021, kur ishte ai problemi që u bllokuam gjithandej. Mirë po, përpara se të tregoj këtë ngjarje, dua t'ju them se ndodhi edhe herë të tjera. Ishte vjedhur edhe 4 herë të tjera ky zotëria. Zotëria quhet Ruggero. Dhe një 50 ca vjeçar, 59 vjeçar mos gaboj, dhe kishte ndodhur edhe herë të tjera. Bile një herë rrahën kaq keq gruan e tij, saqë ai u detyrua të tregonte jo vetëm ato florinin që kishte aty, sepse është një argjendar, por të tregonte edhe parat se ku i kishte, çfarë kishin, dhe kështu që ja u dha të gjithave. Mirë po, pas disa kohësh bën edhe një tjetër vjedhje. Kur e gjetën vetëm, sepse ishte mbrëmja, ai sapo kishte mbyllur dyqanin, dhe shkuan hajdutët. Kësa radhe ishin 4. E rrahën sa e masakruan, ai mendoi se duke qenë vetëm, ndoshta do rezistonte. I thyen brinjët, i bën hematoma në trup dhe në kokë. Madje në kokë me disa kërcitje të kokës, disa krisje që e qelluan me hekur mos gaboj apo me shkopin druri. Pra Ruggero ishte përballur me këtë problem disa herë, 4 herë të tjera. Dhe kjo ishte hera e 5, pra më datën 28 shkurt, prill të vitit 2021. Dhe aty u gjend së bashku me gruan atë ditë dhe me vajzën e tij. Hajdutët sa po futën brenda ishin 3. Sa po futën brenda, morën të bien e tij dhe e lidhën. E lidhën me duar pastaj e vendosën pas murit aty, ajo nuk dinte ç'të bënte e gjora, dhe në fund fare morën gruan e tij dhe e rrahën, që ai t'u tregonte se ku i kishte parat. Dhe i vendosën thikën në fyt, sepse ai s'po tregonte se ku i kishte parat. Me një fjalë, njeriu punon dhe për të rimarr veten i duhet kohë. I duhet kohë sepse ato janë para. Parat ato janë. Nëse ti punon 1 vit apo 2 vjet apo ku ta di unë, ti dal nga dal me ato para që bën gjatë muajit, ti kalon vitin. Por nëse her pas here të vinë të vjedhin, ti nuk ja del dot, sepse do fillosh prap nga e para, ke mungesa. Pra kjo që i ndodhi edhe Ruggerës. Dhe kur shkuan atë ditë që nuk ishte vetëm që kapën të bien e tij, e lidhën, e ulën në tokë, por rrahën gruan. Të shosh njeri që të rraj fëmijën tënd, gruan tënde, burrin, djalin, kushdo qoftë, nënën apo babain, unë nuk e di, po është e patolerueshme. Unë shpresoj që mos ndodh, sepse gjithsekush shkon në ekstrem. Dhe çfarë ndodhi me këtë? Ai u tregoi se ku ishin parat, ata morën jo vetëm parat, morën edhe gjithë arin që ishte aty përreth dhe dolën nga dyqani, por teksa dolën nga dyqani ai u shkoi pas sepse i ikën njeriu nga truri. Por nuk është vetëm ky fakti, sepse do t'i them se çfarë ka ndodhur më vonë, sepse ajo është më absurdja. Ai shkoi pas dhe qelloi nga inati dhe vrau 2 prej tyre, tjetrin e plagosi. Tani, 2 këta që vrau, ai duhet t'ju kthej atyre 3.200.000 euro hajdutve,
sepse shkuan tek ai për të vjedhur dhe ky, meqense i vrau, duhet t'u kthej hajdutëve 3 milion euro. 3 milion e ca. Me një fjalë, hajdutët duhet marrin 3 milion euro nga 1 milion secili, se 200.000 marrin avokatët dhe këta që vendosin, gjyqtarët, dhe se do paguajnë ata, ku do paguajnë. Dhe kështu që ai duhet pagoj hajdutët që vajtën tek shtëpia e tij që ai punonte si gjithë njerëzit e tjerë, pa bezdisur askënd, dhe ti paguaj nga 1 milion, dhe ky tashmë është dënuar me 15 vjet burg, 14 vjet e 8 muaj burg. Tmerr. Pra gjyqtari i tha që ti nuk duhet që të shkoje pas. Duhet rri aty të mbyllesh në dyqan dhe ata të bënin punën e tyre. Me një fjalë që ata të ktheheshin prap dhe të bënin të njëjtën gjë. Të rrihnin gruan e tij dhe të lidhnin vajzën dhe të rrihnin edhe këtë. Është tmerr ta mendosh. Pse e bëjnë sipas jush? Për çfarë arsye vendosin këto ligje? Dhe unë do t'ju them diçka. Që unë shpresoj që edhe këtu ta dëgjoj dikush që mund të kuptoj një gjë të tillë, jo sepse nuk e dinë, por që ta diskutojnë. Pse nuk vjedhin në shtëpitë shqiptarëve? Në shtëpitë e shqiptarëve ose në shtëpitë e zviceranëve, ose në shtëpitë e anglezëve, ose në shtëpitë e amerikanëve? Pse nuk shkojnë që të vjedhin? E dini? E thjesht. Po të doj t'ja mbaj ndonjëri të futet në një nga këto shtëpi, gjen vdekjen. Mirë po në Itali jo, ti nuk e të drejtë ta qëllosh, sepse kështu i kanë bërë ligjet. Pra ti do ta lësh hajdutin, i thua hajdutit, bëj ç'të duash ti, bëj ç'të duash. Dhe hajduti nga inati, sepse ai futet në shtëpinë e tij, në shtëpinë e tjetrit, dhe nga inati që nuk gjen gjë aty, fillon dhe rreh që të gjithë edhe ku i ke parati. Pra e kanë katandisur këtë popull, italianët, që të neveritet jo vetëm me vetveten, por edhe me shoqërinë dhe me vendin, dhe që të braktisi vendin, sepse vetëm për këtë qëllim e kanë bërë, nuk ka zgjidhje tjetër, apo jo? Sepse unë do t'ju pyes për diçka juve. Pse nuk i ndodh një gjyqtari një gjë e tillë? Pse nuk i ndodh një avokati apo një politikani që të shkojnë të vjedhin në shtëpinë e tij, të shkojnë të vjedhin, të përdhunojnë të bien, gruan, djalin apo të përdhunojnë atë? Pse nuk ndodh një gjë e tillë? Më thoni ju. Është pyetje shumë e rëndësishme kjo. Shumë e rëndësishme. Pse nuk ndodh një herë, më thoni nëse se mund të gaboj unë. Mund të më ketë shpëtuar një informacion i tillë. Dikush që të ketë vjedhur brenda një shtëpie të një gjyqtari apo të një politikani. Të kenë vjedhur dhe të kenë përdhunuar një nga familjarët e tyre. Më thoni një do të dëshiroja, unë kërkova, por nuk e gjeta, thash, ndoshta më ka shpëtuar. Në qoftë se ka ndodhur një gjë e tillë dhe tek ata, atëherë jam dakord. Por unë nuk besoj se u ka ndodhur atyre. Dhe dini pse? Sepse ose janë pjesë, ose e bëjnë të qëllimshme për popullin. Që populli të neveritet me vetveten. Sepse që t'i japësh të drejtë një hajduti, që të shkoj tek shtëpia e njëri që ka punuar tërë jetën, ka sakrifikuar për shtetin dhe për veten dhe për familjen, kjo është e patolerueshme. Është tmerr vetëm ta mendosh. Unë them që mos o Zot t'i ndodh dikujt. Mos o Zot. Mos o Zot, për shembull, t'i ndodh një shqiptari. Shqiptari do t'i marrë me this e farë që të gjithë, jo vetëm atë, por që të gjithë nga fillimi deri në fund. Kushdo që do të cënoj ose do të guxoj të futet në një shtëpi të një shqiptari. Në fakt, pse nuk futen në shtëpinë e një shqiptari edhe këtu? Pse nuk futen? Në Itali apo në vende të tjera? Pse? Sepse hajduti e di shumë mirë që në qoftë se shkon në shtëpinë e një shqiptari apo të një nga Kosova, Maqedonia, Malizi, ose ndoshta edhe të një nga Maroku apo nga këto vendet e lindjes, gjen vdekjen, e pa diskutuar. Dhe hajduti nuk shkon atje, por shkon tek një familje italiane. Dhe tani më thoni ju pse. Thash, unë doja që ta diskutonim së bashku, sepse mund të më ketë shpëtuar ndonjë informacion, dhe këto që po ju them unë, ndoshta tani nuk qëndrojnë.
Tani, ku qëndron ajo e drejta këtu në këtë mes? Sepse një zotëri, si për shembull ky Ruggero, që ka punuar tërë jetën, i ka dhënë taksa shtetit pa fund, sepse ka punuar. Hajduti, çfarë ka punuar? Dhe pse duhet i jepet të drejtë Hajduti? Po prisë s'maron këtu, sepse ai Hajduti, ai që shpëtoi, i treti, i kishin dhënë 5 vjet, por i dhanë 5 vjet, po e liruan para kohe. Është liruar. Me një fjalë, ai duhet të dilte në vitin 2026, pra këtë vit, mos gaboj, po e ka liruar prej kohë sepse doli sepse per buona condotta, me një fjalë u soll mirë. Shiko, unë mendoj që përveç gjitha këtyre problemeve është dhe një problem tjetër. Në qoftë se çdo gjë do të ishte shkëlqyeshëm dhe do të shkonte çdo gjë mirë, ku do të hanin avokatët, gjyqtarët dhe politikanët? Nuk do të hanin më, sepse do të ishte çdo gjë perfekte, si në Zvicër për shembull. Çdo gjë është perfekte dhe të gjithë shkojnë mirë. Dhe nuk ka shumë politikan, nuk ka shumë gjyqtar, nuk ka shumë shërbime sekrete dhe nuk ka shumë polici, sepse çdo gjë shkon mirë. Pra në krahasim me popullatën ka shumë më pak në Zvicër se sa në Itali. Kurse këtu, në qoftë se çdo gjë do të shkonte mirë, këta që janë avokat, që janë gjyqtar apo ku e di unë, të gjithë këta duhet hanë diku. Dhe në qoftë se nuk ka njerëz të këqinj rrugëve, nuk kanë kuan. Kështu që më bën të mendoj që i lirojnë pikërisht për këtë. I lirojnë që ata ta bëjnë prap nga e para që të kenë punë, sepse kjo s'ka zgjidhje tjetër. Apo jo? Më thoni ju, ju çfarë mendimi keni? Thashe përsëris dhe një herë, unë më vjen keq shumë. Më vjen keq sepse e kam pash gjithë ato intervista të këtij zotëris, gjithë ata njerëz që kërkojnë ta mbështesin, ai mblodhi të ardhur se s'kishte 300.000 që u dha aq kishte. Shiti shtëpinë e nënës së tij, atje ku kishte lindur, mblodhi disa para që i kishte, disa i kishte quar edhe në Tunizi, mos gaboj, që se aq kishte punuar. I çojnë Tunizi me shpresë që të mbante disa para, ja bllokuan aty, ja 50.000 euro që kishte, ja bllokuan dhe ato. Dhe tani ai po lufton me jetën, sepse e kanë dënuar 15 vjet burg, 14 vjet e 8 muaj. Dhe ai është dënuar si një killer, si një që vrau njerëz, kot më kot. Me një fjalë, i vetë Hajduti tek shtëpia dhe ai i vrau Hajdutin dhe Hajduti duhet të kthehet sërish në aksion pasi është liruar që të shkoj dhe të vjedh. Por unë do dëshiroja që të shkoj dhe të vjedh të gjithë ata të tjerët, pra siç ju thash, ata që kanë vendosur ligjet. Sepse ky është problemi. Problemi është e atyre që kanë vendosur ligjet. E përsëris edhe një herë. Pse nuk vjedhin në Shqipëri? Pse nuk vjedhin në Amerikë? Pse në përshpia? Pse nuk vjedhin në këto vendet e lindjes? Pse nuk vjedhin në Angli? Pse? E thjesht fare, sepse guxon ndonjëri të futet, e vrasin në vend. Dhe kështu që nuk vjedh kush. Mund të vjedhin, por kur janë ata jashtë, por nëse gjen njëri brenda, ai e qëllon dhe kaq, sepse ka të drejtë. Kështu e ka bërë ligji. Pra, ligji sipas jush është i mirë apo i gabuar ky që kanë vendosur në Itali, sipas jush. Dhe nëse do të vinte dikush, do të vinte aty, tek shtëpitë tuaja, kudo që të jeni. Çfarë do të bënit ju? Ose nëse do të përdunonte disa nga familja ato njëri nga familjarët, ju çfarë do të bënit? Pra, vjen Hajduti, rreh babain, nënën tuaj, djalin, vajzën, motrën, gruan tuaj, ku ta di unë? Ju çfarë do të bënit? Pres komentet tuaja. Kalofshi një ditë bukur.